Maturantët e Devollit festuan përfundimin e ciklit të arsimit të mesëm në një mbrëmje festive të organizuar në pedonalen e Bilishtit, aktivitet që Bashkia Devoll e ka kthyer tashmë në traditë. Qindra qytetarë ju bashkuan festës, ndërsa të rinjt parakaluan përgjatë pedonales, duke ndarë emocionet e një prej neteve më të rëndësishme të jetës së tyre. Bashkia Devoll organizon një festë të tillë, që edhe të krijojë atmosferë, por njëkohësisht edhe pjesa e nxënësve si të mbajnë në mend një kujtim të bukur nga vitet e gjimnazit. Është bërë traditë dhe ne falenderojmë bashkinë që e vazhdon këtë traditë dhe besoj ta vazhdojë edhe në vitet e mëvonshme. Uroj që maturantët të kenë suksese në rrugën e tyre të jetës, ata do vazhdojnë në universitetet të dalin me rezultate të shkëlqyera, por edhe tek këtu njerëz ta ketë këtë mundësi, rrugën ta ketë të bardhë, jetën ta ketë të bardhë dhe ti prijem bara. Në emër të maturantëve, Emilia Gjata falenderoi mësuesit dhe stafin e shkollës për mbështetjen dhe përvojat e viteve të gjimnazit, duke e cilësuar këtë periudhë si një nga më të bukurat e jetës së tyre. Faleminderit gjimnazit Fuad Babani, që na dhuroi vitet më të bukura të gjimnazit. Jo vetëm në klasat ku bëhej mësim, por në korridoret ku fluturonin fjalët dhe të qeshurat, në palestrën ku luhej me shpirt gjatë ditëve të ftohta të dimrit dhe në oborin e Gjelbërt që ndonjëherë të riste nxënësit ditët e fundit të shkollës. Një falënderim i ndjerë shkon për stafin e kualifikuar dhe të përgatitur të këtij gjimnazi, të cilët nuk na mësuan vetëm matematik, fizik, kimi, por na mësuan vlerat e jetës. Mbrëmja u mbyll mes muzikës, kërcimeve dhe urimeve për sukses në rrugtimin e mëtejshëm akademik e profesional të maturantëve.